Duke se shkoj deri në himar buxheti. Përplasja mes kompanisë zvicerane Mapco Constructions SA të biznesmenit Begjet Pacolli dhe kompanisë 2A Group të drejtuar nga Valon Ademi për administrimin e aeroportit ndërkombëtar i Vlorës është përshkallëzuar ndjeshëm gjatë ditëve të fundit. Mapco ka paralemëruar zyrtarisht shtetin shqiptar se do t'i drejtohet arbitrazhit ndërkombëtar nëse deri më 28 maj 2026 nuk rikthehet kontrolli operacional i kompanisë në kantierin e aeroportit. Në një letër drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Avokaturës së Shtetit dhe institucioneve të tjera, kompania pretendon se është përjashtuar në mënyrë të paligjshme nga projekti, ndonse zotëron 98% të kuotave të koncesionit. Sipas Mapcos, administrimi aktual i aeroportit nga 2A Group po realizohet pa asnjë transferim zyrtar të kuotave të regjistruar në QKB apo të miratuar nga autoritetet shtetërore. Kompania pretendon se më 18 maj 2026 punonjësve, inxhinierëve dhe specialistëve të saj ju ndalua fizikisht hyrja në kantier, ndërsa policia e shtetit është përdorur për të zbatuar një vendim të kontestuar privat. Në reagimin zyrtar, Mapco deklaron se projekti është mbështetur me mbi 90 milion euro kapital, 152 milion euro ekspozim kolaterali dhe një garanci financiare prej 72 milion eurosh, ndërsa vlera ekonomike e rrezikuar llogaritet deri në 300 milion euro. Kompania kërkon gjithashtu zhbllokimin e pajisjeve kritike të aeroportit në dogana dhe një auditim të pavarur ndërkombëtar për sistemet e sigurisë dhe pistën. Nga ana tjetër, Valon Ademi ka reaguar ashpër ndaj Begjet Pacollit përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale ku e akuzon atë si agent të përdorur për të marrë nën kontroll aeroportin e Vlorës. Ademi pretendon se në shkurt të vitit 2025 i ishte ofruar një shumë prej 80 milion eurosh për të shitur aeroportin dhe se refuzimi i tij është bërë shkaku kryesor i konfliktit aktual. Ai përmend gjithashtu emrin e Bart Turtelbaum, të cilin e akuzon si personin që po drejton një skenë financiare dhe juridike për të marrë kontrollin e aeroportit. Në deklaratën e tij, Ademi aludon edhe për lidhje me interesa ruse dhe përdorimin e mediave për të ndikuar opinionin publik. Tensionet në kantierin e aeroportit nisën pasi punonjës të kompanisë 2A Group bllokuan hyrjen e stafit të Mapcos në zonën e punimeve. Aktualisht administrimi i aeroportit mbahet nga 2A Group, e cila fitoi të drejtën e administrimit përmes një vendimi gjyqësor pas konfliktit mes aksionarëve të koncesionit. Mosmarrveshjet mes dy kompanive kanë nisur prej vitit kaluar për çështjen e kuotave dhe kontrollit të projektit strategjik, ndërsa tashmë përplasja rrezikon të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar me pasoja të mëdha financiare për shtetin shqiptar.